A e dini se në Islam kemi dy festa të Bajramit, ato të Kurban Bajramit dhe të Fitr Bajramit. E janë t'i pyesim qytetarët se a e din se cili është dallimi këtyre festave. A e dini cili është dallimi mes Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit? E di, ama nuk kom kohë për moment. Nope. Fitr Bajrami faktikisht është Bajrami i atyre asaj lëmoshës që jepet pas agjerimit Ramazanit, dikundi në fundin e Ramazanit, dhe me thonë, kurse Kurban Bajrami është Bajrami i Kurbanit. E sakrificës, dhe me thonë, adhurimit për jerjes së Kurbanit që bëhet për hir të Allahu Gjeneshanuhu, dhe me thonë, kjo është dallimi. Cili është dallimi mes Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit? Cili është dallimi mes Kurban Bajramit dhe Fitr Bajramit? Nuk dhej, burxha. Fitr Bajrami vjen pas muajit të bekuar të Ramazanit, ndërsa Kurban Bajrami është thjesht fest muslimane. Fest e sakrificës. Po.